Gati? Lidhja? Eva. Mirëdita të gjithëve, vëmë mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak. Materialet dhe rendit ditës ju janë shpërndarë këshilltarëve. Kush është dakord me rendin e ditës? Ju lutem këshilltarëve të votojnë. Kundër? Abstenim? Miratohet? Pika e dytë, për vërtetimin e mandateve të antarëve të Këshillit që hyjnë në vendet e lëna bosh nga këshilltarët e larguar, zonja Mirela Qeleshi dhe zoti Sanjel Skënderas. Ju lutem Komisioni i Verifikimit të Mandateve. Faleminderit kryetare, përshëndetje gjithë kolegëve. Komisioni i Verifikimit të Mandateve, po ju raporton si më poshtë dyja vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Është vendimi numër 1377 i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Tiranë datë 22/9/2025 për plotësimin e vakancave në Këshillin e Bashkisë Koç me kandidat nga lista shumërore e Koalicionit Bashkë Fitojmë, zonjën Mirela Thaman Qeleshi. Njëkohësisht dhe vendimi numër 1400 i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Tiranë datë 9/10/2025 për plotësimin e vakancave në Këshillin e Bashkisë Koçës me kandidat nga lista shumërore e Koalicionit Bashkë Fitojmë, zotin Sanjel Edmond Skënderas. Nga verifikimet e dokumentacionit, Komisioni raporton se mandatet janë fituar konform kërkesave të Kodit Zgjedhor dhe ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen vendore. Ndaj, ftoj gjithë këshilltarët që të miratojnë këtë raport. Ju falenderit. Faleminderit. Atëherë sekretaria të le urdhëro? Okej. Atëherë kush është urdhëro? Qofse keni diçka, po, patjetër. Duke pa të parasysh faktin Ju lutem atë mikrofon se s'dëgjohet deri këtej. Duke pa të parasysh faktin që këto mandate janë konfirmuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që janë fituar në mënyrë të ligjshme, nuk po marrim në konsiderat të diskutojmë për anën ligjore, po e quajmë të mirëqen, por kemi parasysh faktin që këshilltari Sanjel Skënderas zvendëson këshilltarin Fidel Kreka, i cili është pjesë e grupimit Bashkë Fitojmë dhe është bërë antar i Këshillit me votat e demokratëve. Ndërkohë që sot jemi përpara një fakti publik që Sanjel Skënderas është antar i Partisë Socialiste. Këtu ne shikojmë një devijim të vullnetit të zgjedhësve. Meqense nga ana ligjore ai ka të drejta në mandatin, më ndoshta do ishte e moralshme që ai të mos e pranonte mandatin sepse ai nuk përfaqëson vullnetin e zgjedhësve që e kanë zgjedhur në këtë rast. Kjo ishte pyetja që kam në këtë rast. Faleminderit. Faleminderit, përderisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e njeh konform ligjit që zoti Sanjel Skënderasi do të jetë antar i Këshillit Bashkiak si këshilltar i radhës, është në të drejtën e zotit Skënderasi të zgjedh se në cilën grupim politik do të vazhdoj të ushtroj detyrën si këshilltar. Ka zgjedhur paraprakisht para edhe një herë ne nuk mundemi ne të jemi ata që vendosim se çfarë do të bëjë zoti Skënderasi. Unë do doja së pari ta hedhim në votim kush është dakord me këtë vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po i hedh një nga një për zgjedhjen e zonjës Mirela Qeleshi si këshilltare në Këshillin Bashkiak të Korçës. Kush është dakord? Ju lutem të votojnë këshilltarët. Kundër? Abstenim? Miratohet, hedhim votim, kush është dakord për zotin Sanjel Skënderasi
për të qenë pjesë e Këshillit Bashkiak të Korçës, edhe njëherë ju lutem të votojnë këshilltarët. Kundër? Abstenim? Po, më falë. Kundër? Abstenim? Lutem, sekretaria. Miratohet, ju lutem sekretariat kujdeset për betimin e këshilltarëve. Të ngrihen në këmbë dhe pas të lexoj. Ju lutem këshilltarët të çojnë në këmbë dhe të dëgjojmë betimin. Pasi të lexojmë formulën e betimit, ju do të thoni betoj. Okej. Betojem në nderin tim se do të kryejmë ndërgjegje detyrën e antarit të Këshillit Bashkiak dhe do të bindem kushtetutës dhe ligjeve. Betojem se në të gjithë veprimtarinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Korçë dhe do të punoj me ndeshmëri për kushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Betohem. Betohem. Faleminderit. Kalojmë në pikën e tretë të rendit suksese 2 këshilltarëve të rinj. Pika e tretë e rendit ditës, përcaktimin e këshilltarëve zonja Mirela Qeleshi dhe zoti Sanjel Skënderas në komisionet e përhershme të Këshillit Bashkiak. Nuk e di, në djenin time komisioni nuk është mbledhur, me qënë se kemi... Urdhro? Jo, prit 1 minutë të lutem. 1 minutë, se si jemi akoma. Unë do doja që edhe pse nuk është mbledhur ky komision, në qoftë se kam ndonjë spari sekretaria të na informoj në lidhje me mënyrën se si vendosen këshilltarët në komisione, kur zvendësojnë këshilltarët e larguar, dhe së dyte, në qoftë se nga dikush nga ju ka ndonjë mendim për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, e ka fjalën më pas. Sekretaria, ju lutem. Atëra, si rregull, në rregulloren e Këshillit Bashkiak për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Korçë, në seksionin numër 2, komisionet e Këshillit, në 33.10, thuhet, këshilltari i ri, i cili zvendëson një këshilltar të larguar, si rregull është pjesë e komisioneve të Këshillit ka qenë këshilltari i zvendësuar. Që do të thotë, zonja Mirela Qeleshi, e cila ka zvendësuar këshilltaren e larguar zonjën Ismeralda Sejdolli, do të jetë pjesë e komisionit të rregullore çështjeve ligjore dhe administrative të pasurive të bashkisë, Komisionit të Bujqësisë, Kryeve, Menaxhimit të ujrave, mbrojtjes së mjedisit dhe biodiversitetit dhe Komisioni për titujt e nderit. Zoti Sanjel Skënderas, i cili ka zvendësuar këshilltarin e larguar zoti Fidel Kreka, do të jetë pjesë e Komisionit të Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit. Faleminderit. Ka diçka nga këshilltarët, ju lutem? Kush e do fjalën? Zoti Osmani. Faleminderit, zonja kryetare, të nderuar kolegë. Atëherë në lidhje me komisionet, në lidhje me rregulloren, sipas asaj që lezovi dhe zonja sekretare, këshilltarët të cilët zvendësojnë një këshilltar të larguar, e para se cili nga ne ka përfaqësimin e tij dhe nuk do të thotë që një këshilltar që ka ikur ka të njëjtën përvojë apo eksperiencë apo edhe profil pune të njëjtë me atë që po zvendëson. Dhe kjo nuk është normale që ne të miratojmë për komisione persona, sepse kur i kemi vënë në fillim, kemi menduar të gjithë, sipas asaj që na takon përbërjes komisionit që është politik majtas djathtas, kemi vendosur personat dhe mendoj që edhe Partia Socialiste ka vendosur personat e dur sipas llojit komisione. Dhe edhe në rastin në fjalë, nuk mundet që ne ta pranojmë këtë. Unë të kam çuar një email në lidhje me rastin e zonjës Qeleshi, të cilën juve duhet ta përfshini tek komisioni i cilin kemi kërkuar ne si grup dhe si opozit që ajo të jetë pjesë. E para. E dyta, bie ndesh sepse në komisionin që zoti Skënderasi do të zvendësoj zotin Kreka, ashtu siç e tha dhe kolegu parafolës Elvini, ai tashmë nuk është se përfaqëson
forcën tonë politike dhe nuk mundet që ju të keni një komision të përbërë vetëm nga Partia Socialista apo nga forca juaj. Apo jo? Kështu që të dy këto komisione duhet të rishikohen. Nga diskutimin që kam patur me kryetaren e Këshillit, më është komunikuar që komisionet dhe kjo besoj që dhe qëndron, që komisionet kanë një numër të caktuar, sepse atje është një vendimarrje dhe këtu bie dakord që të jetë një vendimarrje normalisht kujt i takon shumica dhe ne nuk është se duam të shkelim këto rregulla, por përpara se të kalojnë në propozimi im për pjesën e komisioneve, do doja të dëgjoja përsëri nga sekretarja që si do të procedohet me këto dy pyetje që unë kam. Faleminderit. Atëre duke qenë se ne jemi në mes të një mandati të Këshillit Bashkiak, për këtë arsye rregulloria e Këshillit Bashkiak e ka parashikuar dhe këtë rregullim për pjesën e këshilltarëve që largohen dhe si zvendësohen nëpër komisione. Ju mund të bëni propozimet tuaja dhe kryetarja propozimet tuaja mund të jenë në votim, në vendimarrje. Po. Me votim janë. Dhe edhe komisionet në fillim kur i kemi ngritur, me votim i kemi ngritur. Dhe komisionet me votim janë ngritur. Po. Me propozimet palve. Okej, po tani pjesën e këtij komisionit që zvendëson zoti Skëndera, si do bëhet? Do ta mbani ju të gjithën? Se ne s'kemi përfaqësues aty. Unë nuk e di nëse zoti Skëndera si ka zgjedhur që të jetë pjesë e grupit. Po ja po ta them unë si kryetari i grupit të opozitës, që zoti Skëndera si dhe nga vendi që ka dhënë është me ju dhe kjo është e drejtë e tij, nuk ka lidhje me. Të lutem, kjo është një amëndësie juaja, ne duhet ta bëjmë. Jo, nuk është amëndësie e mia, se unë flas politikisht, nuk flas këtu. S'ka marrë me mendjen time. Po të lutem mos e ngri zërin se ne po flasim. Po pra, po mendësia është për dikë tjetër, nuk e takon mua të amëndësoj diçka. Po s'ka çfarë dëgjojmë. Unë jam dëgjoj zoti Skënderasi se cila është zoti Skënderasi ka të drejtën e tij të flasë, të shprehë, nuk ka fare. Ti duhet më juve duhet më dëgjoni mua. Faleminderit, unë ju dëgjova. Dhe unë me shumë qetësi ju dëgjova. Si pjesë e opozitës dhe kryetar i këtij përfaqësimi, po të them dhe po ju paraqes një fakt që ai komision nga ana jon ngelet pa përfaqësim nga ana e opozitës. Dhe këtu nuk ka nevojë që ju ta komentoni. Jo, unë nuk komentoj, unë thash ta dëgjojmë zotin Skënderasi. Jo, s'komentoj fjalën tuaj. Unë thash mos amëndësoni ta dëgjojmë zotin Skënderasi. E dëgjojmë me shumë respekt. Kaq. S'kemi pse zgjatim. Po zoti Skënderasi, fjala për ju. Përshëndetje zonja kryetare, përshëndetje nderuar koleg. Si fjala ime parë këtu sot në Këshillin Bashkiak, besoj theksonja diçka në lidhje me vendimet që unë mund të marr për forcën politike të cilën dua të përfaqësoj. Dua t'i thej përgjigje zotit Bregu dhe zotit Devis Osmani, që unë kam qenë aty që këta kanë dalë këshilltarë gjithë si qanë, me firmën dhe me vullën time. Tani zgjedhjet që qarë duhet të bëj unë dhe këtë duhet të mbaj unë, këtë kratë duhet të mbaj unë, janë ato që më takojnë mua dhe nuk i takojnë asnjë njeriu tjetër. Zoti Osmani le ta gjë me partinë e vet. Këdo që ta përfaqësoj apo këdo që nuk doj që ta përfaqësoj, unë për veten time kam bërë zgjedhjet e mia, kështu që jam i lirë edhe besoj se nuk i prish punë ndonjë njeriu nga këta që t'i kthejnë përgjigje tjetër. Kaq kisha, faleminderit. Faleminderit, ka dikush nga këshilltarët e tjerë? Ka, një sekond, tani... Zonja kryetare. Po të lutem, po pse bësh kaq e paduruar, do ta jap fjalën, po të lutem tani unë po bëj pyetje, kush e do fjalën për sërish? Po mos ndërhyj. Po duhet ta marrë fjalën pra, sepse unë i përfaqësoj këta, bashkëfitoj me përfaqësoj unë, kam një mandat. Të lutem mos e kanë kërkuar jo vetëm juve, kanë kërkuar edhe këshilltarët e tjerë. Dakor, këshilltari do flas pas meje, është interesi im këtu personal i partisë që unë përfaqësoj. Do flisi, mos e ngrini zërin se duke përtitur nuk më na imponon. Dakor, po jo nuk ka lidhje fare me të përtiturën. Edhe një nuk ka lidhje me të përtiturën, ka lidhje me... Fjala nuk kërkohet me zor, po të fjalën ta japin. Të lutem tani. Tani. Atëre, ja të ta jap fjalën, një. Po faleminderit. Ma jep fjalën. Po. Fjala për ju, për komentin që... Faleminderit. Jo pra nuk kam koment me këshilltarin, se është e drejtë e tij të përfaqësoj atë që mendon ai.
Ne si grup, si opozit, në atë komision, sot nuk kemi përfaqësim. Dhe kjo është pjesë e asaj që po diskutojmë që në fillim, që ju po e bëni ka shumë problematike, se edhe kur I kemi miratuar ato komisione, këtu e 2 vjet para, nuk është se kemi dakordzuar me kryetarin e grupit të Partisë Socialiste zotin Tollkuçi, jemi ullur, I ndamë si pas asaj që ka regulorja, sa I takojnë opozitës, sa I takojnë mazhorancës, nuk kemi bërë ndonjë debat. Dhe nuk kemi pse e prishim këtë rregull, dhe nuk kemi as pse ngrem zërin, as pse të mbajmë edhe këshiltarët e tjerë në këtë lloj frustrimi. Po them, nuk kemi përfaqësim tek ai komision. Ju lutem, ose dikush nga ju të na jap një zgjidhje, ose të zvendësohet, të japim në një emër dhe juve zvendësojeni me një emrin tuaj, gjeni ju si o ta bëni që ne të kemi përfaqësim. E para, e dyta, me qënë se ja u thash dhe pak më përpara, dhe nuk po e merrni fjalën. Unë jam shumë dakord që numri në komisione nuk ndryshon, apo jo? Po, nuk ndryshon. Tani, duke qenë që nuk ndryshon, në këtë komision do duhet që ne të kemi përfaqësuesin ton, apo jo? Po pra, në emergjenca. Ishte Fideli, tani, okej, se cili ka të drejtën e tij, nëse do dalë dikush tjetër nga ju do vi këte, apo çon si ka se boll keni marr. Ideja e po për ta tensionuar çik situatën. Ora ideja vin vetë. Po mi pra dakor, shumë mirë. Po zgjidhja është personale, nuk gjykon njeri për këtë, absolutisht jo. Por ne aq pak sa jemi, edhe ne nuk mundet që të jemi pa përfaqësim në një komision, apo jo? Tani, këtë zgjidhen ju. E dyta, duke qenë që zonja Mirela nuk është person I përshtatshëm për ato komisione që ka qenë zonja që është larguar, por ju përsëri kundërshtoni dhe nuk e di çfarë problemi e keni këtë që nuk e doni zonjë Mirela atje ku unë ja u kam propozuar. Unë po ju kërkoj që unë si këshilltar dhe antar I Komisionit të Financave do t'jap dorëheqjen dhe propozoj në vendin tim tek ai komision do të shkojë zonja Qeleshi. Dakor? Dhe të vazhdojmë mbledhjen që asnjëri nga ne të mos I bëjmë shumë tragjike dhe shumë të komentuara disa zgjidhje që janë shumë të thjeshta. Faleminderit. Faleminderit juve, kjo është një këshill personale, ma nuk më vjen mirë që ju si financier të largoheni me vetdashje nga një komision ku keni dhënë dhe jepni kontributin tuaj. Gjithsesi kjo është zgjidhje personale. Soja kryetare. Ja, të lutem, për shumë të dëgjova as të ndërhyra. Po pra, po. Kështu që personalisht do doja që ju të vazhdoni dhe ta ushtroni detyrën aty në atë komision. E dyta, që unë doja të thoja dhe të kujtoja të gjithë këshilltarëve, e kemi thënë vazhdimisht, pavarësisht se ne kemi formatuar komisione, përpara mbledhjeve të këshillit, çdo këshilltar që kërkon të informohet apo të jap kontributin e tij në komisione të caktuara, është I lutur të vijë të marrë pjesë, të drejtoj pyetje ekzekutivit, të marrë informacion të lutem, të marrë informacionin e nevojshëm dhe më pas në mbledhjet e këshillit, patjetër, ai është një zë I fuqishëm dhe pastaj zëri I tij është çështje vendimmarrje. Faleminderit, zoti Tollkuçi ka kërkuar fjalën. Po, kisha që devi. Okej. Mirë, faleminderit e nderuar kryetare, faleminderit nderuar koleg. E para njërë ju uroj punë të mbar të dy këshilltarëve të rinj, punë të mbar në këtë mision të shenjtë, sapo janë betuar, kështu që kanë marrë përsipër atë që ne kemi marrë përsipër para 2 vjetësh, duke thënë se edhe kryetari tha që është mes mandati. Unë si drejtues I grupit socialist mendoj që nuk mund të ndryshojnë rregullat në mes të lojës. Pra, kryetarja e Këshillit Bashkiak e tha shumë drejt që çdo këshilltar I bashkisë ka të drejtën për të marrë pjesë në çdo grup apo çdo komision. Kështu që unë gjykoj që nuk kemi pse ndryshojmë rregullat në mes të lojës. Faleminderit. Nuk është se bëjmë ndonjë ndryshim të jashtëzakonshëm në lidhje me këto kërkesa. Absolutisht çdo këshilltar është I lirë të marrë pjesë në çdo komision.
këta e dim të gjithë, kush ka dashur dhe nga komisionet e tjera, kanë marrë pjesë në mbledhjet e Komisionit të Financave, i cili është prish vërtetës është komisioni që është mbledhur më rregullisht nga të gjithë komisionet e tjera, mbase dhe për shkak të problematikave që ka ky komision dhe të materialeve që kalojnë në Këshillin Bashkiak. Kështu që unë gjykoj që të vazhdojmë sikundër jemi dhe të vazhdojmë me pikat e tjera të rendit ditës. Faleminderit. Faleminderit. Kush e do fjalën prapë nga këshilltarët, po zoti Bregu? Se bëhet fjalë për mandatin tim këtu. Ta mbaroj unë bisedën. Po. Tani, e pare punës që nuk po ndryshojmë as rregulla, as kemi pse ndryshojmë rregullat, pse këto nuk është se janë rregulla. Thjesht po diskutojmë dy mandatet e dy këshilltarëve të rinj. Dhe këtë nuk e kemi ne në dorë, ishte zgjedhje personale atyre zotërime që janë larguar për arsyet e tyre. Dhe që nuk ka qenë në dëshirën time që unë të largohem nga Komisioni i Financave, patjetër që s'është në dëshirën time, ka qenë në dëshirën time që zonja që mori mandatin të ishte pjesë e këtij komisioni, duke qenë që është edhe eksperte dhe është pjesë shumë e vlerësuar e Partisë Demokratike në këtë drejtim. E dyta, pjesa se si ne do t'i organizojmë këshilltarët në për komisione, se cili ka të drejtën e tij dhe këtë nuk mund as t'ja mohosh opozitës, as t'ja detyrosh asaj nëpërmjet votës apo fuqisë të kartonave. Kështu që për këtë pjesë thash edhe një herë, ju ka qenë dëshira ose nuk e di, ka qenë problemi juaj që nuk e doni në atë komision zonjën Çeleshi. Ndoshta ju personalisht jo. Tani mos e diskutojmë më tutje. Kjo është më së e vërtetë dhe më vjen keq për këtë sepse ne të gjithë jetojmë në një qytet dhe unë besoj që të gjithë ne jemi shumë të nderuar në profilin dhe në pozicionet tona. Dim të bëjmë edhe politik, po dim të jemi edhe qytetar. Dhe që të vazhdojmë të jemi qytetar në këtë këshill, duhet që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Nëse për dëshirat e Devisit apo të dikujt tjetër ne duhet të ngrejmë disa pretekste për më pëlqen apo nuk më pëlqen X apo Y, këtu e kemi gabim. Të vazhdojmë siç kemi bërë këto 2 vjet, sepse nuk është në nderin e asnjë këshilltari, apo të gjithë ne si këshilltar dhe këshillit dhe ju zonjën kryetare, që të diskutojmë këtë mandat. Në komision, ne do kemi zonjën Mirela përfaqësuese, siç kemi dhe zonjën Alketa. Faleminderit. Dhe nuk ja vlen të diskutojmë. Faleminderit për propozimin tuaj. Zoti Elvin Bode, propozimi juaj është. Faleminderit zonja kryetare. Atëherë, sa më kujtohet kur kemi krijuar komisionet, emrat që ne në takonin si pjesë e opozitës, i kemi propozuar, ne besoj, dhe në bazë të raportit që ka qenë për formimin e komisionit, këto komisione janë miratuar. Tani, besoj, opozitës i linde drejta që të zvendësoj dikë nga këta antarë komisioni, qofte edhe për mos dashje të dikujt për ta ushtruar atë detyrë, nuk është fare thjeshtë. Atëherë, me qenë se në këto 2 komisione, antarët që po zvendësohen, janë pjesë e opozitës, unë kam një propozim të thjeshtë. Në Komisionin e Financave të zvendësohet zoti Osmani me zonjën Çeleshi, në Komisionet e Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Rehabilitimit të zvendësohet zoti Sanjel Skënderasi me zotin Devis Osmani. Për sa kohë që kjo është kompetencë e opozitës, ne e propozojmë kështu. Faleminderit për mendimin tuaj. Zoti Bregu ka kërkuar fjalën. Atëherë, në lidhje me rastin e fjalë, në respekt të rregullores, kjo procedurë kalon në votim. Dhe ne jemi plotësisht dakord që kjo procedurë është me votim. Por, para se të kalojnë në votim, ne duhet të respektojmë kriterin që komisionet janë të ndara me numër të caktuar sa i takojnë pozitës dhe sa opozitës. Ne nuk mund të përdoret si pretekst që duhet ta hedhim votimin dhe se bëjmë dot apo nuk bëjmë dot ndryshime. Këtu ndryshimet duhen bërë patjetër sepse duhet ruajtur raportin. Nëse nuk ruhet raporti pozit-opozit, ne kemi shkelur rregulloren e funksionimit të komisionit të Këshillit Bashkiak. A është dakord ky këshill që të shkelet ky rregull? Unë besoj që jo. Për këtë arsye duhen marrë në konsiderat propozimet e opozitës për të riformatuar këto komisione brenda parametrave që lejon rregulloria.
por ama që duhen riformatuar, kjo është e pa diskutuar. Besoj që dhe zonja sekretare që na dha përgjigjen bie dakord me këtë, se nuk mund të shkel rregulloren për të çështje. Faleminderit zoti. Po. Zoti Beri, vazhdo. Atëherë, në momentin e parë, kur nga KSZ-ja erdhën vendimet mbi caktimin e këtyre antarëve të Këshillit, sipas listës shumë emërore të së njëjtës parti ose të së njëjtit koalicion, po themi, subjekt politik, bazuar në shkresat, bazuar në ligjin, bazuar në rregulloren, aty tek vendimi për zotin Sanjel Skëndera, si thuheshe që zëvendëson këshilltarin e larguar Fidel Kreka. Pastaj, se si votojnë këta këshilltarë dhe si pozicionojnë në këshill, unë nuk e di. Unë kam rregulloren e cila më thotë shprehimisht, këshilltar i ri i cili zëvendëson një këshilltar të larguar, është pjesë e komisioneve të këshillit ku ka qenë këshilltar i zëvendësuar. Dhe unë kam zbatuar këtë rregullore. Tani, në rast, këtë që po kërkoni ju, do të thotë që ju doni të riformatoni gjithë komisionet e këshillit. Po të gjitha do riformatohen. Pse të gjitha? Po. Dhe ju jeni duke aluduar për pjesën tonë që ne po mbajmë një komision vetëm duke të një partije politike, me antarë të një partije, ose të një subjekti politik, ndërkohë që zotëria nuk ka erdhur si kandidat i listës shumë emërore. Të lutem, është fakt publik që ajo është pozicionuar. Ore qiri ka këti skep se pyet? Ky është fakt publik. Nuk e di, unë një po pra, po ti një faktin shkencor, ne me qenë se jemi në mbledhje, duke patur parasysh faktin publik, ngrem të pretendim. Dhe ky pretendim duhet dëgjoni, ju lutem, dëgjojeni deri në fund. Mund të bëni propozimet tuaja. Dhe keni të drejtë të bëni propozime po bëjmë, nëse po bëjmë ndonjë luftë. Po të lutem. Të gjitha mund të hidhen në votim dhe është këshilli ai që merr vendim pastaj. Ju lutem. Po patjetër. Faleminderit. Prandaj po i tregjem vendin këshillit. Faleminderit sekretaria. Ju lutem, zoti Bregu, të lutem. Shumë dakord jam që do të futem votim. Zoti Petri ka kërkuar fjalën. Zonja kryetare, më lejo që dhe unë t'i uroj të dy kolegët e rinj për mirëseardhjen dhe të kenë sukses. Unë mbështes propozimin e bërë nga kolegu zoti Osmani dhe nuk shikoj ndonjë vend për të patur frikë për votime për këto propozime, për rikonfigurim të këtyre komisioneve. Nuk kemi pse bëhemi më katolik se papa këtu, a thua se ne luftën e madhe kemi bërë në komisione, e dim të gjithë që këtu pjesa më e madhe nuk vjen, ose kur vjen rinë 5 minuta dhe ikin. Megjithatë, hajde të qëndrojmë rregullore siç është. Qofshim në Sri Lanka, në Zimbabwe, në Evropë apo këtu, në kohën që në momentin që synojmë të kemi demokraci, edhe pse jemi larg kësaj fjale, demokracia, alfën dhe omegën ka check and balance. Nuk mund të kesh check and balance në një komision, kur të gjitha antarët e këtij komisioni janë prej një grupimi politik. Besoj se dhe në teksti zotit Skëndera, si kolegu të ri që u bashkua sot, ishte që më takon mua të votoj me këtë dua, pra e lame në tekst që unë nuk jam me atë që më kanë votuar votuesi që ishte bashkë fitojmë, pra që duhet të pozicionoj me grupin opozitar, por zgjedhja e tij. Nuk po gjykojmë zgjedhjen e tij, po këtu jemi që këshilli të ketë sa më cilësisht check and balance. Kështu që ju lutem, zonja kryetare, merrini në konsiderat këto propozime, sepse është për të mirën e të gjithëve. Faleminderit. Faleminderit. Po, zoti Fezullah. Faleminderit zonja kryetare, edhe unë ju uroj kolegëve mirëseardhjen dhe t'ia kalojnë sa më mirë në këtë sipërmarrje të tyre. Ne kemi patur goxha probleme për sa i përket komisioneve dhe ju vetë keni ngritur si problematik për sa i përket pjesëmarrjes së antarëve në këto mbledhje, kështu që mbase do të ishte e udhës që të shikoheshin dhe njerë komisionet në bazë të gjitha komisionet, në bazë të pjesëmarrjes, në bazë të angazhimit që kanë individët caktuar, që kanë marrë përsipër të bëjnë diçka të cilën mbase tani mbase edhe nuk kanë mundësi për ta bërë dhe nuk e shikoj si problematike. Faleminderit zoti Fezullah për mendimin tuaj. Unë i propozoj këshillit që të hedhim votim propozimin e grupit opozitar për vendosjen e zonjës Mirela Qeleshi, sepse është çështje vendimarrje në Komisionin e Financave, dhe votimi do të jetë ai që do të vendosë se a... Po, okay, po, ke shumë të drejtë,
kush është dakord që zoti Osmani të largohet nga Komisioni i Financave? Ju lutem, po mirë pra, ai e bëri kërkesën, unë do edhe në votim. Atëre, kush është dakord që zoti Osmani të largohet nga Komisioni i Financave? Ju lutem këshilltarëve të votojnë. O zonja kryetare, se po e bëjmë i qikë shisharake tani, një sekund. E pare punës njerë, nuk mundet të votojnë një dorejqe, se si do votojnë një dorejqe tani. Unë po jap dorejqen dhe juve do e miratosh, ju të takon, po ty të takon pra ta miratosh, se s'ka njëri tjetër kush ta miratosh, se miratojnë këshiltarët. Unë do ta hedh në votim, se miratojnë. Po si ta hedhësh votim pra dorejqen tani? Dorejqja është e pare vokushme, thjesht konstatoj. Edhe njërë. Okej, Dhe edhe diçka. E kuptoj. Elvin, Osmani, të lutem. Atere, me që se zoti Osmani është dorëhequr nga Komisioni i Financave, kush është dakord që zonja Mirela Qeleshit jetë pjesë e Komisionit Financave? Ju lutem këshilltarëve të votojnë. Kundër? Po ju mos mund të lejmë. Ju lutem këshilltarëve të votojnë. Ore, o zonja kryetare, se po e bën shumë në momentin që shumë të palogjikshme. Duhet ripar Po të lutem tani. Okej, do ta rishikojmë komisionin atëherë, se ne jemi Të më lutem. pak. Po të lutem, më lërë të mbaroj këtë proces e Do pastaj rishikohet vazhdoj. komisioni me këtë rast. Atëre kush është kundër, ju lutem këshilltarëve të votojnë. Jo, nuk po bëhet qesarake. O Devi, po leri ta çojmë. Të lutem të mbarojmë deri në fund. Ju lutem. Ju lutem këshilltarëve të votojnë. Kush është kundër, ju lutem këshilltarëve të votojnë. Se ka erdhur urdhri për këtë çështje, s'din si të votojnë. Abstenim. Abstenim. Atere. Nuk miratohet, ju lutem. A ka propozim tjetër? Të lutem tani, zoti Osmani, nuk e drejtoni, ju të lutem tani. Edhe njerë, nuk miratohet që zonja Mirel, nuk e miratojnë këshilltarët. Po të lutem tani, edhe njerë. Më dëgjoj deri në fund, të lutem, më dëgjoj deri në fund. Më dëgjoj deri në fund. Po s'ka mundësi, a ka mundësi të flasësh se, a ka mundësi të flasësh me qetësi dhe të ulesh aty në vend? Dhe ullu në vend? Dhe ullu në vend, nuk jam në shkelje. A ka propozim tjetër nga opozita për antar tjetër në Komisionin e Financave? Po bëj pyetje. Edhe njerë, atë është zgjidhja juaj, nuk ju them unë në rrini apo ikni. Edhe njerë, po ndjek procedurën, sekretaria të përcaktoj nëse kjo procedurë është e rregull. Të lutem, procedurën e ka përcaktuar rregulloria. If në votim, sipas rregullores, Emrin e ri të këshilltarit që doni të fusni në komision. Emrin e këshilltarit që doni të fusni në komision. Po të lutem, o zoti Brego. Po si është me dëshirë? Po nuk pranoj të kandidoj pra atë pozicion, si që ka me dëshirë? Por është mandati tonë, s'është tuaj mandati. Atere, të lutem, ullu zoti Osmani, të lutem, ullu në vend. Ullu në vend, të lutem. Edhe njerë, dhe ne po ju propozojmë të vendosi një emër tjetër, qa ka këtë? Jo, grupi, s'po flasë unë, s'po flasë në emrin tim personal. Edhe njerë, nuk po flasë në emrin tim personal. Atere, ju lutem, dëgjojmë zonjën tao, të lutem. Në rast se nuk kemi Ju dëgjuam. Jemi duke... Po nuk i komandoj ju, unë s'kam komanduar emër, komandimin e emrave kini bërë ju. Edhe njerë, komandimin e emrave kini bërë ju si kam komanduar unë. Sa veta ka Komisioni i Financës? 5. Sa janë pozitë, sa janë... 3-2. Si e ke regulluar 3-2? Sa ke sot? Me dojnë qëtime? E ke 3-1? Po pra ke 3-1, më tako dhe një antar mua, antarin e vendosim ne, nuk e vendosi juve. Dhe kjo është qesharake, jo ata shqipillim ose bëni qesharake. Vendosim... Edhe pra të qëtarë, që votojnë...
të lutem. Kundra një kolegu të tyre. Të lutem. Që marrë personale. Ka mundësi të ulesh. E vje keqeve Të lutem. Ruaj qetësinë, Po e vemi personale. Zoti Osmani, ruaj qetësinë. Nuk ka lidhje fare. Të lutem, e Po ka shumë lidhje. Dorëzojeni dorëheqjen me shkrim. Kjo është tjetër gjë. Pranë Këshillit Kjo është tjetër gjë. Po jo ta bëni çfarë. Të votoni emra. Se doni emra. Ose ziti ju opozitën. Të lutem. Qose deri dje mu ta kishit ta zitit ju e sot duke zitit do t'ju. Dakor, ka një opozitë. E ata që jemi, po nuk ju lëmë. Bëni si doni ju. Në fakt, lini pak të flasim për procedurën. Se është turp kjo që po bëni. Antarët e rinj nuk mund të caktojnë komisione. Të lutem. Prova në mënyrë qytetare. Turp të keni të gjithë që bëni këto lloje. Faleminderit. Faleminderit. Dorëzojeni dorëheqjen me shkrim. Dorëheqja juaj nuk ishte e parashikuar. Dakor, pa këtë mund ta thojë që fillim, po jo të votosh kundra një antar i Këshillit. Më fali, kërkove ti, të lutem tani. Kërkove nuk i vrau procesin, procesin e kërkuat ju. Është turp ju sekretare. Edhe për gjithë ata që votojnë. Për kolegun tuaj. I mirë i lik. Kryetare se bën pazar. Ju lutem, ruani qetësinë. Ruani qetësinë. Po qetësia dhe i farvëndi ruhet. Që të kuptoj. Në momentin që talleni me mandatet e opozitës, patjetër që nuk ruhet qetësia. Si? Po çfarë të duket? Çfarë ju duket juve të votoni kundra një kolegu tuaj? Për çfarë? Për një antar komisioni. Që shumica e komisioneve, vetëm komisioni i financave është mbledhur. Asnjë komision tjetër nuk mblidhet. Dhe nuk e di cila është arsyeja juaj që me kaq zell të madh filloni dhe kjo vota edhe po dëgjoj sekretare. A më ndësoni gjëra të tjera. Kundra një këshilltari të vajtë. Faleminderit. Kështu do fisja. Faleminderit. Zoti Tolkuçi ka kërkuar fjalën, të lutem. Asa ka me ne. Dakor? Pastaj zonja Tau. Të talleni me mandatin e një këshilltari. Nderuar kryetare, nderuar kolegë, ju e dini shumë mirë që dhe në rastet kur kolegët paraardhës ka dhënë dorëheqje, ne të gjithu e kemi miratuar me votë dorëheqjen e tyre prizë vërtetës dhe këtu jemi koshint. Edhe në rastin e largimit të lutem. Po të lutem nuk të ndërhyri. Po të lutem. Zoti Osmani, të lutem lërët flasë se nuk të ndërhyri. Po nuk të ndërhyri, pastaj ta fjallën vazhdosh të flasësh. Dhe në fakt për një çështje vetëm një herë duhet të flisni. Drejt, ma jep ligji mua drejt. Nuk më heq dot nga salla. Vetëm një herë duhet të flisni për këtë. Nuk më heq dot asnjë nga salla. Paçka se kundra shumë mund të votosh ti për këtë ju edhe kush do tjetër. Për të njëjtën çështje flisni vetëm një herë. Po zot. Pra, unë nuk e kuptoj sepse duhet të kthehet në një debat kjo histori, s'ka absolutisht nevojë për debat. Rregullat janë të shkruara. Sekretarja e Këshillit Bashkiak e përmendi drejt se si janë, pra e tha drejt që këshilltari zvendësues merr postin në komisionin përkatës ku ka qenë, tani herën e parë ngrem që jo se është me ju, ndërsa po personi tjetër që qenë kërka me ju, pse duhet zërë vendin e një personi që jeni ju? Se kuptoj të pjesë, sepse janë dy standarte. Ç'është është kjo histori domethënë? Po luajmë ne këtu? Po dy standarte janë, kërkoni, po pra, po që, jo, nuk kërkojmë, ju thoni që nuk kërkojmë të ndryshojmë lojën në mes të lojës, po duam të ndryshojmë lojën në mes lojës. Po jo kështu është, jo absolutisht, unë mendoj që këtu flasim me votë. Flasim me votë, dakor, se ne du flasim me votë dhe të marru. O, zoti Tolkuçi, ne nuk po vendosim në me votë këtu. Faleminderit, zoti Tolkuçi, zonja Angela Tau ka kërkuar fjalën. Faleminderit kryetare, në fakt më vjen shumë keq që kjo mbledhje po shkon me këto tone, kur kryetari i grupit të opozitës përmendi pak më parë që ne antarët e komisioneve i kemi caktuar duke ulur me njëri tjetrin. Kështu që të këshillojmë Devi, të lutem, ajë të ulemi dhe të diskutojmë. Në këto momente jemi duke zbatuar rregullore. Na keni treguar sot të votojmë dorëheqjen, mos e votojmë dorëheqjen. Të votojmë këtë, mos votojmë atë. Na lini të zbatojmë rregulloren dhe kjo çështje e sotme po pengon materiale të tjera që janë shumë të rëndësishme kryetare, kështu që të lutem kërkoj të japësh ti zgjidhje, pasi e shikoj shumë të ngarkuar situatën. Faleminderit, zoti Bode ka kërkuar fjalën. Faleminderit, zonja kryetare. Atëherë, duke qenë se komisioni mbetet me 4 antarë.
Jo, komisioni ka mbetur akoma minutë, deri një Akoma s'ka mbetur një. Po një minutë. Se nuk kanë të drejtën e mandatet tona. Po një minutë. Pse nxitojnë? Kjo ne mandat, se ole mandatës ima. Po një minutë më të flasim. Po tani se po bëjmë kështu. Dorëheqja e një antari komisioni, duke qenë se është dhënë në mbledhje, është zyrtare, s'ka nevojë të bëhet as me shkrim, as me vull, as me firmë, as me gjë. Është zyrtare, ka kërkuar në mbledhjen e Këshillit. Ne këtu flasim zyrtarisht. Pra komisioni aktualisht është me 4 antarë. Kështu bie i gjithë komisioni pra. Sepse duhet jetë me 5, nga të cilët përbërja është 3 me 2. Bie i gjithë komisioni, si të bjerë i gjithë komisioni? Po bie s'mund funksionoj pra me 4 vetë. Funksionon. Si të bjerë gjithë komisioni? Funksionon, dhe me 3 funksionon komisioni. Një minutë. Tani, zonja sekretare, neni 42 për mbarvajtjen e komisionit nuk ta lejon ty që ta bësh me 4 anëtar në komisionin. S'mund të bëhet pra me 4 tani, mund të bëhet me 3, po. Po s'mund të bëhet me 4. Sepse pika 1 e këtij komisioni thot, e këtij Komisioni Financës. Është shumë e shkruar në rregullore që duhet të hedhur në votim. Po s'mund të ndryshojmë rregulloren, të theksohet. Ja u thash, po ja praneni 42. Po ta lexojmë modelin. Komisioni përbëhet nga 5 antarë. 3 majoranca, 2 opozita. Po s'është gabim o zotëri. Do ta plotësojmë në një moment tjetër. Po pra, po ju ta votosh ti kundra këshilltare këtu. Ti do të jesh në atë detyrë deri në zgjedhjen tjetër. Ju lutem. Që të merret. Zonja ta. Dakor, pra, po ju ta votosh kundra. Po vetë kërkoj pra. Megjithatë mirë bë. Edhe një herë. Po do ju lutesh kolegëve që të reflektojnë ata që gabuan. Faleminderit. Zoti Pllaka ka kërkuar fjalën. Përshëndetje të gjithë. Ndjes se po ndërhysa unë jam jashtë të dyja grupeve politike, po meqense po përmendet rregulloja, doja t'ja u lexoja. Dhe në nenin 33 të rregullores, për vitin dhe përbërjen e komisionit të përhershëm, pika 8 thotë: Këshilli mund të ndryshojë përbërjen e komisionit të përhershëm, duke ruajtur përpjestimin që zën grupet politike të këshilltarëve në Këshillin e Bashkisë. Për ndryshimin e numrit dhe të përbërjes së komisioneve, synohet arritja e merrkuptimit mes grupeve politike të këshilltarëve. Pra duhet të arritur. Ne këtë po ndjekim. Po pra, po. S'ka nevojë. Votimi bëhet pasi është arritur një marrëveshje. Është e vërtetë që pika 10 thotë këshilltari i ri, i cili zënson një këshilltar të larguar, si rregull, është pjesë e komisionit të këshillit ku ka qenë këshilltari zënsuar. Po, kjo nuk është taksative, nuk është se s'mund të ndryshohet. Pra ndryshimi ashtu do të vazhdonte më tej fjalia. Ndryshimet mund të bëhen me dakordsi të grupeve, edhe të numrit të antarëve, pra dhe numri antar nga 5 mund të bëhet edhe 7 nëse ne dakordsojmë, por rëndësika që të dakordsojmë. Kjo është në momentin kur konstituohet Këshilli. Jo, ndryshimi. Po lexoj lutem. Atëre. Ndryshimet janë të lejushme. Atëre të zbatojmë rregulloren, që është pika 10, të jetim në votim. Po ashtu e bëra. Dhe ftoj konferencën e kryetarëve të mblidhet dhe të diskutojnë. Zonja kryetare, unë e kujtoj shumë mirë, më falni. Po, zoti Bregu. Numri minimal i antarëve të atij komisioni, po sepse më ndërpret 4 vetë fjalën unë se mbarova kur e kisha. Numri minimal i antarëve të atij komisioni duhet jetë 5. 5 do jetë, pra 5 nuk do jetë 4 komisioni. Prania e antarëve në... Po një minut pra ju lutem tani. Numri minimal i antarëve duhet jetë 5, është kështu. Pastaj, se sa duhen nga këta 5 për të mbledhur komisioni është gjë tjetër. Aktualisht, ky komision është me 4 vetë. Po, kjo nuk e bën nul komisioni. është me 4 antarë, e bën nul mojzojnë, sepse minimal duhet jetë me 5 antarë, më vjen keq tani, lexojeni rregulloren. Me 3 antarë deri në momentin e plotësimit të komisionit. Në momentin që mblidhet komisioni për të diskutuar mbi një çështje, nevojitet shumica e këtij komisioni, pra nga 5 nevojiten 3. Por si numër antarësh, ky komision duhet të ketë minimumi 5. Në këtë moment, ky komision ka 4, letë më ndihmoj drejtoresha juridike, në qoftë se kam gabim. Ky komision në këtë moment ka 4 antarë, që do të thotë nuk mund të funksionoj si komision. Pik. Faleminderit.
Kryetare, Ja, një minutë të lutem, ja një minutë. Propozimi është të zbatojmë rregulloren. Ja, Këshilltarët e rinj të zvendësojnë në këshilltarët e zvendësuar dhe të mblidhet përerës tjetër konferenca e kryetarëve dhe ky ishte propozimi që unë do të bëja që komisionet. për sot t'i lem këshilltarët e rinj në këto komisione duke zvendësuar këshilltarët e larguar dhe do të mblidhen konferenca e kryetarëve të vendosin për komisionet që duan ndryshimin. Kështu që kush është dakord me këtë mendim, ju lutem tani, zoti Bregu. Po, okej, përpara se ta jep në votim këtë mendim. Atere, referuar debateve dhe duke patë parasysh fjalën e sekretares, por dhe të kryetares Partisë Socialiste zonit Angela, po ju sqaroj diçka. Votimi bëhet për të ndjekur procedurën, nuk bëhet se ke dëshirë ti tjetë x person apo y person. Vërtet i dhe në votim kandidatura, po kandidatura i dhe në votim thjesht për të parë që janë ndjekur standarde. Së mund të thosh ti, më pëlqen mua Mirela, më pëlqen ky person, kur të e ka sill grupimi që përfaqëson. Ti s'mund ta vesh në dyshim të. Prandaj mblidheni mendjen edhe mos votoni si falsësira apo me mentalitet populist. Okej. Respektoni ligjin. Së pari. Okej. Atëherë të mblidhen. Së dyti, u bë efektive dorëheqja e zotit Devis Osmani sepse ne hodhëm votim kandidaturën tjetër. Ky është një fakt, mund të kërkohet me Devisit, jep dorëheqjen me shkrim apo jep publikisht apo dil në televizion. Zyrtare, ai e dha dorëheqjen, dorëheqja u bë, quhet e pranuar, komisioni është me 4 aktualisht. Dhe ky komision nuk funksionon pa qenë me strukturë me 5 antarë. Vërtet komisioni funksionon në mbledhje me 3 antarë, se është shumica. Po kur struktura është me 5, nëse struktura është me 4, komisioni është i paligjshëm me shnull. Ndaj me thirrje, sidomos specialistëve ligjor të Këshillit të Bashkisë, që të reflektojnë, të gjykojnë me veten dhe të marrin vendimet e duhura. Faleminderit. Unë edhe një herë po e përsëris, propozoj që këshilltarët e rinj, duke qenë se zvendësojnë, të lutem tani, po të dëgjova nuk të ndërhyra, të lutem. Me qenë se këshilltarët e rinj zëvendësojnë këshilltarët e larguar në këtë mbledhje, të qëndrojnë në këto komisione, edhe zoti Osmani, dhe shumë shpejt, javës që vjen, të mblidhet konferenca e kryetarëve dhe të vendosin për ndryshimet në ato komisione që propozon opozita. Kush është dakord me këtë kalim? Ju lutem? Kush është dakord? Ju lutem të votojnë, këshilltarët të votojnë. Ju lutem të mblidhet konferenca e kryetarëve dhe më pas po, që duhet të mblidhet. Do të zbatojmë rregulloren, ne nuk po shkelim as ligjin as rregulloren, ne po zbatojmë rregulloren dhe rregullorja thotë që këshilltarët e rinj do të zvendësojnë në komisione këshilltarët e larguar. Po çfarë? Po hodhëm në votim këtu jemi tash. Propozohet të thirret konferenca e kryetarëve. Kush është dakord? Ju lutem. Kush është dakord? Ju lutem me këtë propozim që bëra unë. Kundër? Po zbatimi i rregullores. Jemi që caktoj këshilltarin zonja Mirela Çeliç dhe zoti Sanil Skëndera, këto komisionet e përgjithshme. Të qëndrojnë në komision. Siç e kemi shpërndarë projekt vendimit dhe sipas rregullores, siç na i përcakton rregullori. Po. Do qëndrojnë në këto komisione. Oj, zonja sekretare, një sekundë pra. Tani unë, që në fillim kër e mora fjallën, ja u shpegova se tani po bëhet, se më vjen keq se janë dhe këshilltarët e rinj duke sikur ne po merremi me ta. O zonjë, të flasë, të vazhdoj të flasë unë, apo do me një urdhra? Vazhdo, po dëgjon. Tani, edhe njerë, komisionet janë me përbërje 3-2. Unë po ju them që komisioni i cili është zoti Skënderasi nuk përfaqëson më forcën politike nga ai ka marrë mandatin. Të lutem, atë komision, sa njeli letëria atje, po që se juve nuk doni të vendosni vend tjetër, se është detyra juaj pastaj, se si ju të bëni, si
mazhorancë, ose detyrim edhe ligjor i Këshillit, ne atë vend e duam, do vëm tjetër person nga këshilltarët. Një, e para. E dyta, për rastin që folëm për pjesën e këshilltarit të financave. Duke qenë që unë vazhdoreqen, dhe ju më kuptova, me qenë se ju tha që nuk më ndryshoj, 5 janë, 5 duen. Po hiki unë dhe po propozova zonjën Qeleshi. Ja të mbaroj fjallën unë. Me të mbaroj fjallën unë, moj zonjë. Të mbaroj fjallën unë, në respektin tim. Leri të mbaroj. Po prit pra tani, se jemi duke diskutuar unë me kryetaren tani, prit. Se nuk e drejton tim, bledin. Po prit pra tani të mbaroj fjallën. Po ja pra të mbaroj fjallën, pastaj... Të lutem, Zoti Osmani, përfundoni. Por ti je shumë politikisht e ndikuar, të lutem, prit, një sekund, po pra po në rregull, dakord, po të lutem, zonja sekretare, të lutem në mbaroj, sepse kemi një orë që po bëjmë një debat, që për mua nuk duhet ta kishim bërë, që po bëjmë ca fjallë që nuk kishim arsye pse ti bënim, sepse rregulli është i qartë, është i miratuar, 3-2, as po kërkoj më shumë, po thjesht propozuam një emër, juve apo të gjithë këshillit nuk i takon të analizoj emrat. Nuk analizojnë emrat në një këshill. Juve keni përfaqësuesit tuaj, ne kemi tonët. Është tjetër gjë kur dikush nga ne e pranon apo se pranon apo do riqet, apo nga ju. Por vendimin se kë do vëmë ne, ky na takon neve, nuk ju takon juve, dhe nuk ishte gabim absolut shumë i rënd të votohet personalisht një këshilltar. Sepse merren gjëra personale që s'ka pse të merren personale. Se ne i dim si i bëhen dhe politike patjetër që të bëhen. Mos bëni përsëritje, të lutem. Po pra po bëj përsëritje sepse është e njëjta situatë. Emra, 2 emra të këshilla takojnë neve, nuk ka pse të mblidhet. Të lutem. Ja të lutem. Të mbaroj. Nuk ka pse as të mblidhet Këshilli i konferencës kryetarëve, sepse çfarë do diskutojmë, ja këtë që po flasim tani publikisht midis nesh, këtë do flasim dhe atje. Ne nuk ka këtu për të bërë as pazare, as diskutime. Na takon një emër, i qëndrojmë ati emri, sepse është e drejta jonë. Nuk ju takon juve të vendosni për emrat që na takojnë ne në komisione. Faleminderit. Faleminderit, të lutem ju dëgjova me vëmendje. Atëherë, ju lutem këshilltarëve edhe një herë. Sipas rregullores, këshilltarët e rinj që zvendësojnë këshilltarët e larguar, futen në ato komisione që është vendi bosh nga këshilltarët e larguar. Kjo është ajo që do votojmë sot. Në konferencën e kryetarëve, le të mblidhen, të vinë propozimet e tjera dhe për ato komisione që duan të riformatohen, të vendosin se si duan të përcaktojnë ndryshimet. Atëre, kush është dakord dhe do doja, më fal, të lutem tani se nuk ja u jap më fjalën, të lutem, Eva, lexoni, ja u dhash disa herë, për të njëjtën as procedurës kanë nevojë se ja u dëgjova. Zonja, të lutem, sekretare, komisionet të vendosen këshilltarët e rinj. Lexoni komisionet me 4 antar sa po ju dha dorëheqje një antar. Të lutem. Ç'është kjo tani? Kot po thrasim kot tani. Po më vjen keq zonjë tani, nuk ju ja fjalë, nuk ju bëj kështu të thuash ti kështu të thuaj unë ashtu. Ja u dëgjova mendimin. Nuk jeni përpara situatës që po ndroni vetëm 2 komisione. Jeni përpara situatës që një komision tjetër ju ka ikur antar. Ju ka rënë komisioni. Nuk më ka rënë komisioni akoma. Ju lutem lexoni. Ka rënë. Lexo të lutem komisionet. Të menit 33. Të lutem komisionet. Të lutem komisionet. O zonja kryetare. Edhe njerë, të lutem, mos flisni pa fjalë, në qoftë se toni të bëni zhurmusin, bëni jashtë, të lutem. Po është e drejta jonë, moj zonjë. Të lutem.
Është drejta jonë të lexoni komisionit ku vendosen këshilltarët e rinj. Këtë do votojmë sot, të lutem. O zonja kryetare, jemi pa përfaqësim në komision. Propozimet e tjera të mblidhet komisioni, të mblidhet... Po je jashtë procedurës. Po nuk jam jashtë procedurës, po je procedurës. Po je në pa përfaqësim në këshill në komision. Në qoftë se ju jeni jurist do ta besoja. Të lutem. Jo, nuk ka nevojë për jurist. Të lutem. Të kish përfaqësim. Më lë të vazhdoj. Përfaqësimi nuk ka juristët. Ne na takon të përfaqësohemi tash. Të lutem. E ka fjalën sekretaria. Në zbatim të rregullores për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiakor, seksioni 2 Komisionet e Këshillit në 33.10, zonja Mirela Qeleshi, e cila ka zëvendësuar këshilltaren e larguar zonja Ismeralda Sejdolli, do të jetë pjesë e Komisionit të rregullores, çështjeve ligjore dhe administrative të pasurive të bashkisë. Komisionit të bujqësisë, pyjeve, menaxhimit të ujrave, mbrojtjes, mjedisit dhe biodiversitetit. Dhe Komisionit për titujt e nderit, zoti Sanjel Skënderas, i cili ka zëvendësuar këshilltarin e larguar zotin Fidel Kreka. Do të jetë pjesë e Komisionit të Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Reabilitimit. Faleminderit, kush është dakord? Zonja kryetare, përpara për procedurë, një sekondë. S'kam procedurë. Kush është dakord se procedurat kemi dëgjuar një gjithë? Kush është dakord, ju lutem këshilltarëve të votojnë. Grupi jonë nuk merr pjesë në votim. Mos merrni pjesë, është çështja juaj. Nuk merr pjesë në votim, numërojnë çik, të lutem. Të lutem sekretaria. Angela voto. Po. 22, pro. Faleminderit, miratohet, kalojmë në pikën, të lutem. Kalojmë në pikën e 4 të rendit të ditës për miratimin e proces verbalit të mbledhjes së datës 25 shtator. Kush është dakord? Ka diçka nga këshilltarët? Nëse jo, miratohet. Pika e 5, përdhënien e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit kushtëzuar për blok ndihmën. E odha. Po, e odha. E odha në votim, votojnë këshilltarët. Eba, më ndjek? Atere, pro... Si u votua? Proces verbali, ju lutem. Për proces verbalin, pro, kush është pro? Ju lutem këshilltarëve të votojnë. Kundër? Abstenim? Abstenim. Ti nuk mund të votosh në fakt, se s'ke që. Miratohet. Pika e 5, përdhënien e ndihmës ekonomike nga 6% e fondit kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike dhe nga fondi i buxhetit vendor për periudhën 1-30 shtator 2025. Komisioni, ju lutem. Përshëndetje edhe njerë, për muaj shtator janë 24 familje që përfitojnë nga programi blok ndihmës ekonomike, po nga ky fond përfitojnë kompensim të energjisë elektrike 19 familje dhe 15 familje përfitojnë ndihmë ekonomike nga fondi i buxhetit vendor. I kërkojmë këshillit miratimin e këtij materiali. Faleminderit. Ka pyetje nga këshilltarët? Urdhro. Eda. Fondi sipas materialit është 225.890. Ndihmë ekonomike. Si jam e do. Materiali në muajin shtator është në dispozicion fondi për 225.890. 6% e fondit kushtëzuar për blok ndihmë ekonomike nga sistemi fiksimit. Okej? Po. Si jam mësuar listë. Do të pyesnja, kjo është dhënë për 44 familje, për 19 familje për kompensim energjie dhe për 15 familje të tjera që s'ka nevojë të hyjmë në mënyrë analitike në analizë. Gjithë ky fond është shpenzuar 225.800, sepse e ndani në 3 pjesë. Po më drejtojnë mua, unë jam komisioni, s'ka problem, po... Kujt i drejtojnë, kush nga ekzekutivi? Nga ekzekutivi, ka ekzekutivi. Po. Gjithë fondi 225.890 është konsumuar për 3 rastet, 24 familje, 19 familje dhe 15 familje? Besoj se po. Urdhra? Besoj se po. Besoj se po? Tashi me besoj... Mirela? Në shifra finance më falë, se duhet të... Për muajin shtator është 225.890 Po, lekë. edhe e bëni e ndani në mënyrë analitike. Mblidhini shifrat. Të dela jo vlerë, prandaj po pyet, e konsumoni të gjithën? Dhe nëse jo, pse? Kur diferenca që është, se kuadrimet i kam qikme me rak, që t'jem e sinqert,
diferenca që ngelet mund të përdoret ose për 3 familje për energjinë, ose për një familje nga këto të kritereve specifike. Në qoftë se jam gabim, më korrigjoni. Numri i familjeve që kanë plotësuar kriteret... Po flas për vlerën. 6%, jo nuk po flas për familje. Atë thjesht e thash një interpretim të materialit që po lexoj një shifrat. Për muajin shtator është në dispozicion fondi prej 225.890 lekë si 6% e tjera më të zjarë. Po, tani unë nuk ditë ta jap këtë përgjigje, por jam duke të shpjeguar. Jam duke të shpjeguar. Familjet që kanë plotësuar kriteret për këtë muaj janë 44 dhe nuk ditë ta them nëse është i gjithë fondi i shpenzuar apo jo. Por vetëm si shkruhet materiali. Mirela, fondi 6% është fondi kushtëzuar i cili është pjesë e fondit të ndihmës ekonomike që vjen nga buxheti i shtetit. Vjen në total. Kjo vjen zakonisht çdo 2 muaj fondi. Pra 6% që është pjesë e fondit të kushtëzuar. Po, e lexoj, kuptoj. Do me thënë, nga 225 që bëjnë për llogaritjet këta të ndihmës ekonomike, do paguen nga ky fond vetëm 172. Do me thënë pjesa tjetër mbetet në buxhet. Jo, sot edhe 49.204. Po ja dhe një sekundë. Ndërsa 49 është pjesë e buxhetit që ne kemi të miratuar në Këshill nga fondet tona. Është pjesë e buxhetit tonë. Ka që shpjegoj. Tashi, pse sarxohet gjithë vlera? Sepse vlera që ngelet pasi mlidhen të gjitha shifrat, mund të përdoret ose për 3 familje, kjo nuk është për ty, është për ata që... Po kaq kanë konstatuar këta? Po kaq kanë... Kjo del nga sistemi pikëzimit. Po pa e kuptoj që del nga sistemi pikëzimit. Po pse mostoni për muajin shtator është në dispozicion ky fond dhe po ka që kanë për llogaritur këta. Ka që kanë për llogaritur. Normalinë të shprehur sepse jo gjithë vlera është e konsumuar. Po sarohesh këtu materiali. E dyta dhe një çik në nuk e di kush e ka hartuar materialin, mund të vini ca pika ca presje në material që kur i lexojmë fjalitë mos i marrim kështu në vini lineare, një pikë, një presje ku fillon fjalia. Kjo është sugjerim, meqense si janë komision. Okej, faleminderit. Ka një diçka tjetër nga këshilltarët, përveç këtyre gabimeve ortografike dhe në për llogaritje. Okej. Sipas jo, përse kështu u tha, u tha që janë bërë gabim. Jo, sa është gabim? Çfarë bëhet me diferencën thashë dhe pse s'përdoret për këto të treja? Që leshit të na kishte ndjekur, numri i familjeve ndryshon nga muaji në muaj. Dhe prandaj ne themi që për muajin shtator kemi një numër caktuar. Fondi është për të marrë sa më shumë, po sa i plotësojnë kriteret, varet nga... Prandaj është ajo mbetje. Prandaj është ajo mbetje. Faleminderit, e hedhim votim, kush është dakord? S'ka problem. Me që ndihmë ekonomike. Kundër? Abstenim? Miratohet? Pika e 6 për miratimin e rritjes planit të ardhurave dhe përdorimin e fondit financuar nga Këshilli i Qarkut Korç në vlerën 150.000 lekë për qendrën rezidenciale të zhvillimit, është një donacion i Këshillit Qarkut, besoj që nuk ka ndonjë pyetje dhe diskutim në lidhje me këtë çështje, mendoj ta hedhim votim, kush është dakord që kjo shumë t'i kalojë qendrës rezidenciale nga Këshilli i Qarkut? Kundër? Abstenim? Miratohet, pika e 7 për disa ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 8 datë 30/01/2025 për miratimin e planit vjetor të pranimit në shërbimit civil për institucionin e Bashkisë Korç për vitin 2025. Komisioni në ndjenjën time nuk është mbledhur, ju lutem ekzekutivi një përmbledhje të shkurtër të këtij materiali. Në muajin shkurt të këtij viti është miratuar plani i pranimit në shërbimin civil për vitin 2025. Përveç pozicioneve që janë në nivelin ekzekutiv, të cilat miratohen dhe plotësohen nëpërmjet një procedure konkursi, ligji parashikon edhe një përjashtim nga rregulli, që pozicionet që janë të nivelit të ulët drejtues apo të nivelit të mesëm drejtues, pasi të jenë ezauruar të gjitha fazat e konkursit dhe nëse nuk plotësohen nëpërmjet procedurës të lëvizjes paralele apo të ngritjes në detyrë, mund të bëhen nëpërmjet pranimit nga jashtë shërbimit civil.
Dhe kjo është në masën 20%, pra 20% të vendeve vakante të nivelit të mesëm apo të ullët drejtues mund të merren nga jashtë shërbimit civil. Dhe në planin e punësimit që kemi miratuar në muajin shkurt, kemi pasur 4 pozicione që ishin drejtorisë të turizmit, drejtorisë të marrëdhënieve me publikun dhe publikimeve, përgjegjësi sektorit të turizmit dhe përgjegjësi sektorit të kontrollit për zhvillimin e tokës. Ndryshimi që propozojmë është që të hiqet nga rekrutimi jashtë shërbimit civil pozicioni drejtorit të drejtorisë të marrëdhënieve me publikun dhe në vend të tij të shtohet përgjegjësi i sektorit për publikimet. Ndërkohë që e gjithë pjesa tjetër e planit të pranimit në shërbimin civil mbetet e pandryshuar. Faleminderit, ka pyetje, të lutem, po zoti Petri. Dua të pyes ekzekutivin, sepse nga fjala e koleges këtu, nga ekzekutivi, na u tha që vetëm 20% vijnë nga shërbimi civil dhe në kuptoj që pjesa tjetër, pra 80% vijnë me konkurs. E vërteton këtë gjë? Vërtet që po? Kuptove, do me thënë nga 100% pozicione të nivelit të mesëm dhe të ullët drejtues, që mund të jenë bosh në institucion, vetëm 20% e këtyre bëhen me konkurs, por me pranim nga jashtë shërbimit civil. Do me thënë, pozicionet që janë të nivelit ekzekutiv pranojnë të gjitha me konkurs. Nuk ka asnjë pozicion në shërbimin civil që të plotësohet pa procedurë konkursi. Ndërkohë që pozicionet që janë të nivelit të ullët drejtues, pra përgjegjësat, dhe të nivelit të mesëm drejtues, pasi të jenë zauruar procedurat e konkursit për lëvizje paralele apo ngritje në detyrë dhe nuk plotësohen nëpërmjet këtyre procedurave, pranohen nga jashtë shërbimit civil, por përsëri me konkurs. Nuk plotësohet asnjë pozicion në shërbimin civil pa procedurë konkursi. Faleminderit, po zoti Petri, përsëri keni pyetje? Faleminderit për përgjigjen. Pra, mund ta marrim që në këtë rast nuk është e zauruar konkursi për hapat e para proceduriale? Kështu? Pse nuk është bërë thirrje për këto vende vakante që të ketin konkurs? Tani vendet gjykohen rast pas rasti, pra kush vend duhet të plotësohet, kush mund të mbetet ashtu siç është. Tani në këtë fazë është gjykuar që duhet të plotësohet pozicioni i përgjegjësit të sektorit të publikimeve. Pozicioni i cili aktualisht është bosh. Ne do e zaurojmë të dyja fazat, edhe të lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë, nëse nuk plotësohet me këtë procedurë, Këshilli na lejon që ta plotësojmë nga jashtë shërbimit civil. Po, përsëri pyetje. Pra po thoni që përveç këtij pozicioni që sapo përmendet, pozicionet e tjera siç ishte edhe i drejtorisë së turizmit është bërë me konkurs? Se po bëhet si pyetje përgjigje. Të këto 4 vendet që janë të përmendura në material, asnjëri nuk është i plotësuar aktualisht. Sepse nuk janë shpallur procedurat e konkursit. Faleminderit, zoti Plla ka kërkuar fjalën. Unë e kuptova procedurën që po kërkohet të bëhet, po në serimi ekzekutivit nuk kuptova arsyen pse. Pra ju keni ndërmend të hapni këtë vend pozicion të ri pune, po, dhe ju po parashikoni që nuk do ketë të kërkesa për lëvizje paralele dhe ngritjen e detyrë dhe prandaj po paraprim me një vendim të Këshillit të Bashkiak për të mundësuar të marrim dikë nga jashtë shërbimit civil. Kjo është arsyeja apo e kam kuptuar gabim? Kjo është, domethënë, keni miratuar në shkurt planin e punësimit. Dhe ligji e parashikon që ne, bashkia, ose çdo institucion që i nështrohet aplikimit të ligjit për stasën e punësit, mund të parashikojë në masën 20% pozicione nga jashtë shërbimit civil. Këto. Kjo nuk do të thotë që ne po paragjykojmë procedurën, por po themi që në rast se nuk plotësohet me këtë procedurë të lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë, pse pikërisht po ndryshon ky pozicion, sepse ne kemi miratuar 4 pozicione me këtë mënyrë, tani njëri duhet të heqet, duhet të zëvendësohet kjo. Sepse tani në këtë fazë kemi vendosur që të shpallim pozicionin e përgjegjësit. Dhe në rast se nuk plotësohet me këto procedura, do vazhdojmë me pranimin nga jashtë shërbimit civil. Pse duhet ta kërkoni nga jashtë shërbimit civil atëre? Ju provojeni një herë me të brendshmit. Se mbase plotësohet, mbase ka dikë që është procedura me të brendshmit. Po jo pas. Është Jo fare, mos të parashikoj. Me qenë se jemi në këtë tematikë, më fal, mund të bëj një pyetje tjetër që nuk është eksaktësisht me këtë, po lidhet sërish me punësimet në administratën e bashkisë. Pati para disa muajsh një thirrje publike për persona që kishin interes për të punësuar në
me bashki. Tash unë kam kuriozitetin të di sa aplikime ka pasur në këto dhe këta ai kalojnë në sërish një konkursi sepse thirrja ishte jo e specifikuar, pra pa pozicion. Si funksionon të rast dhe ka pasur diku te 170 aplikime nëpërmjet kësaj thirrjes. Kemi zhvilluar intervista me sipas profileve të caktuara, kryesisht financa, drejtoria e planifikimit të territorit, inspektoriati i ndërtimit dhe janë punësuar rreth 50 anë. Po pa per konkurs. Në pjesën e strukturës të bashkisë, përveç pjesës së shërbimit civil, që janë shumica ose mbi 90% e strukturës së bashkisë, kemi dhe një sektor intershipi, që këta punësojnë me kontrata pune, me afate të shkurtra 3 mujore dhe nëse apet një vend më pas në shërbimin civil, edhe këta kanë të drejtë të gjithë të tjere që të aplikojnë. Për momentin janë të punësuar me kontrata 3 mujore në periudha prove me internship. Kam një pyetje. Tani, ju lutem se po bëjmë pyetje përgjigje. Jo, të lutem se bëj një pyetje të lutem. Po sepse varet nga përgjigjja që mora, lind pyetja tjetër. Klajdi dhe tjetër, fare mirë këtë pjesë tani, si një shqiptar i ri Fringo. Tani nuk bëjmë këto pyetje kështu, flasi pyetjat lind pas përgjigjes që mora nga zonja e ekzekutivit. Po të lutem për atë që ju kërkuat ajo ju përgjigj. Në qoftë se keni pyetje për ta sqaruar sërish procedurën, unë do të di e para personat që rekrutojnë në formë intershipi. A nuk kanë detyrim që dhe intershipet të jenë me një konkurs në dinjen time ligjore, ma aq pak sa më marrvesh, unë di që dhe intershipet bëhen me konkurs. Dhe dyta, pyetja është, këta persona në qoftë se bëjnë kalim në një pozicion të shërbimit civil, quhet si lëvizje paralele kur janë me kontratë? Jo. Po për konkursin për intership? Po, ne ligjin na detyron të bëjmë konkurs për pozicionet e shërbimit civil. Për këtë të intershipit nuk e di ku bazohet që bëhen me procedurë konkurs. Okej, faleminderit. Në qoftë se s'ka pyetje dhe diskutime të tjera në lidhje me këtë çështje, e hedhim votim, kush është dakord? Kundër? Abstenim? Edhe njerë, ju lutem, kundër, abstenim, miratohet, kalojmë te pika e 8 për miratimin e vendosjes një monumenti përkujtimor në fshatin Voskopoj, ju lutem në emër të komisionit kush do flasi, Zoti Pandi, keni diçka? Është i kulturës, se janë 2 komisione. Në
Atëherë më teknik i jashtëm nëse do ketë ndonjë dikush nga këshilltarët që don në informacion shtesht. Kush unë mendoj që ka nga këshilltarët ndonjë pyetje në lidhje me këtë çështje? Po, apo sugjerim apo ndonjë mendim, po ta themi kështu se besoj. Po, zoti Petri. Okej, po. Patjetër. E falenderoj profesorin për këtë parashtrim historik. Është gjithmonë një gosti përveshë të dëgjosh kur ai flet në këtë mënyrë, vetëm se tema e rendit të ditës nuk ishte ç'është familja Sina, por është për një propozim që është bërë nga një person i cili ka lidhje me ambasadën hungareze dhe i është propozuar ekzekutivit bashkiak që të vendoset një përmendore në fshatin e Voskopojës, se sot nuk është më ai civilizim në Voskopojë, nuk është më ai qytet, jemi në këto kushte që jemi. Sidoqoftë, ne si komision e vlerësojmë pa tjetër historikun e kësaj familje dhe të shumë familjeve të tjera të cilat kanë bërë histori në atë kohë dhe është një lloj krenarie ndoshta edhe për sot dhe sa më shumë të shplurosim këto vlera aq më mirë është për ne dhe për brezat e ardhshëm. Nga ana tjetër, le të fokusohemi pak te çfarë po ndodh. Këtu është kërkuar të vendoset një përmendore dhe ne kur mblodhëm në komision, gjën e parë që bëm, morëm në telefon kryeplakun e fshatit. I dashur zoti kryeplak, ke dieni për këtë që po ndodh? Na tha jo, nuk kam fare informacion. Tani, këto janë sa gjëra që ne nuk mund t'i gëlltitim kështu lehtë, sepse edhe kur u fol për zotin Zai Fundo, sigurisht ne në respekt të figurës nuk mundet që të flasim kundra për të ndjerin, por mënyra se si u veprua edhe atere, apo si u veprua me vendosjen e kullës në qytetin e Korçës, apo me atë të ashtu quajtur në arkun e triumfit në Voskopoj, pra ka një neglizhim, ka një mos pleqërim me njerëzit që nuk e di nga buron kjo arogancë dhe kjo mos përfillje. Pra ne si komision këtë gjë e deklarojmë që nuk jemi dakord për këtë arsye, por ne e vlerësuam si një vlerë të shtuar. Pra në parim ne jemi që të vendoset kjo përmendore dhe bëjmë sugjerimet tona. Sugjerimet konsistojnë në 3 pika. Pika e parë ka të bëjë me shkrimin, sepse përmendorja në fjalë ka një stemë të dinastisë, është shkruar diçka në hungarisht, por nuk thuhet fare asgjë për familjen Sina, thjesht thuhet që në 2025 u udhërua kjo gjë për ndër të Sinave, po kaq, siç është Sina dhe kështu. Pra, po ta shikosh me syrin e një udhërëfyesi, të një vizitori që jo domosdoshmërisht di hungarisht apo shqip, sepse ishte vetëm 2 gjuhëshe, thua, okay, tani po googloj çfarë është Sina. Pra, ne sugjeruam si komision që të plotësoj si informacion i përmendores, të thuaj në mënyrë të përmbledhur një sintezë, cila është vlera e kësaj familjeje, pra jo vetëm dhuruesi dhe data e dhurimit, por edhe çfarë janë Sinat. Po ashtu, sugjeruam që i njëjti paragraf që ishte në hungarisht dhe në shqip të vendoset edhe në anglisht dhe për më tepër duhet të na i konfirmoj ekzekutivi, por me një telefon që bëri kolegu me personin e kontaktit nga ky investitor, sepse është dhurim për fshatin, kuptuam që ata e kishin premtuar. Pra, le për të dëshiruar edhe ky fakt. Ata e kanë premtuar, e kanë bërë gati sistemin, kanë caktuar një mbledhje që do vi diplomati, përfaqësuesi i ambasadës etj, që okay, ne jemi kundra këtyre urave diplomatike, por të vendoset gjithçka dhe sot të na ftoni në këshill të votojmë dhe kjo as nuk hahet as nuk pihet. Kështu që ne votojmë pro, por që të merren parasysh sugjerimet dhe për herë tjetër të nxjerrim mësime që të veprojnë në mënyrë më të hijshme. Faleminderit. Faleminderit Lazion, përpara se sa t'ja jap fjalën drejtorit të urbanistikës, një Suela ke diçka mund ta shtosh, po. Ja, ta mbaroj, të lutem, meqense e nisa.
Jo, po ta jap fjalë me qenë se e nisa, jo më larg, ju përmendët në fjalën tuaj që administratori i njësisë Voskopoj nuk është në dieni, përkundrazi ne dje kemi qenë në Voskopoj, edhe kryepleqësia ishin, po. Ne kemi bërë një takim në kuadër të konsultimit të Këshillit për buxhetin 2026 dhe ata e shprehen aty në atë takim, ne kemi mbajtur edhe një proces verbal të atij takimi, janë shprehur të dakordsuar në lidhje me vendosjen, pra ata ishin në dieni për vendosjen e këtij busti, bile na u tha, unë për herë të parë me thënë të drejtën për qenë e sinqertë aty e mora vesh, dhe na u tha që është një dhurim dhe që drejtoria e urbanistikës ka diskutuar me ta dhe për vendi se ku do të vendoset. Apo jo, këtë di unë nga takimi djeshëm në Voskopoj. Ju lutem, zotë Çimi, pastaj fjalën e ka zonja Dilmeva. Faleminderit zonja kryetare. Për sa i përket pikës të parë që kryeplaku nuk është në dieni. Në fakt është në dieni administratori, sepse takimet që kemi bërë dhe diskutimet kanë qenë në pranit të administratorit. Për sa i përket 3 pikave që janë kërkuar në mbledhjen e komisionit, të 3 pikat janë zbatuar. Pra nuk është shtyp për akoma shkrimi, por do bëhet pas mbledhjes të Këshillit, sepse duhet të merresh emiratimi. Të 3 gjuhë do jenë të pasqyruara në plak, do jetë një QR code që do ketë edhe një historik, një përmbledhje të vogël të dinastisë Sina, kështu që të 3 pikat janë plotësuara. Faleminderit zonja Dinellari, po me qenë se morëm konfirmim në lidhje me sugjerimet, ne në kuadër të shkrimit ishte edhe një gabim drejt shkrimor, është rregulluar, është shkruar themelur, mund të ishte projektimi. Okej, faleminderit. Faleminderit, atëherë nëse s'ka diçka tjetër e hedhim votim, kush është dakord? Kisha një diçka, të lutem. Më fal se me qenë se po mundohemi të sillim ato vlerat e Voskopojës dhe më vjen mirë që të kemi vëmendje te ky fshat që dikur ka pasur një histori të lavdishme që përmendet profesori dhe ndër të historitë të lavdishme është dhe Akademia e Voskopojës dhe shqipshkronja e saj. Kështu që unë kisha një sugjerim për ekzekutivin, nëse është e mundur që këto godina të nxirren në pah se ku kanë qenë, mbas edhe nëse është e mundur edhe të restaurohen dhe për të bërë të aksesueshme për vizitorët. Sepse ndjenjën time nuk është e mundur të aksesohet godina ku ka qenë shqipshkronja e Voskopojës. Ishte një sugjerim për këtë fshat turistik. Faleminderit. Faleminderit. Atëre e hedhim votim, kush është dakord, ju lutem këshilltarëve të votojnë. Kundër? Abstenim? Miratohet. Pika e 9, për vazhdimin e procedurës së zgjedhjes kryetarit të fshatit Vithkuq në njësinë administrative Vithkuq. Komisioni përsëri nuk është mbledhur, po ju lutem sekretaria një sjarim të shkurtër, do me thënë për shkak të dorëheqjes të... Jo, nuk është dorëhequr. Nuk është dorëhequr. Dhe jemi njoftuar, jemi vënë dieni nga njësia administrative Vithkuq, që për shkak se kryetari më i zgjedhur, kryetari i fshatit Vithkuq i zgjedhur nga kryesia, antarësia e kryesisë nuk e ushtronte për pak, nuk e ka ushtruar për pak kohë detyrën. Antarët e kryesisë janë mbledhur dhe kanë shkarkuar nga pozicioni kryetarit të fshatit Vithkuq. Jemi vënë dieni dhe duke kryetari i fshatit, termi ligjërisht është kryetari i fshatit. Ligjërisht është kryetari i fshatit, sipas ligjit, po. Atëre në zbatim dhe të rregullores që ne kemi ngritur me vendim disa komisione të cilat kanë mbikëqyrur zgjedhjen e antarësisë së fshatrave dhe kryetarëve të fshatrave në momentin kur u mandatua Këshilli. Në këto kushte do të marrim një vendim për vazhdimin e procedurave dhe po i njëjti komision i cili është zgjedhur para pak kohësh për të mbikëqyrur zgjedhjet, do të caktojë në një ditë bashkë me antarët e kryesisë për të mbikëqyrur të si proces dhe për transparencë. Okej, dakord, besoj, e hedhim votim. Ka një gabim, po. E di, në data, po. Se është vendosur data 28 tetor.
e ka kapur për ta zbardhur me do korrigjohet. Do korrigjohet me ndryshimin. Do ta ulem antarëve të komisionit ta vendosin Do vendosin antarët e kryesisë për ta. Po, lapsuse. Atëre kush është dakord? Ju lutem, këshilltarëve, kundër? Abstenim? Miratohet. Vim tek ju shpërndar raporti monitorimit të periudhës janar-gusht që është informacion për këshilltarët dhe kalojmë tek pika e kërkesa ankesave të qytetarëve. Këtu nga sekretaria janë administruar 3 kërkesë ankesa. Njëra që i drejtohet Bashkisë Korç dhe për dieni Këshillit Qarkut dhe Këshillit Bashkisë Korç, kërkesë për shtrimin e rrugës me asfalt dhe përfundimin e kanalizimeve të ujrave të zeza në rrugën Marko Boçari dhe Dimitër Zografi në lagjen numër 4 Korç. Besoj që të mos hym në detaje ta lexoj të gjithë kërkesën ankesën, por thelbi i kërkesës të banorëve është pikërisht shtrimi rrugës me asfalt dhe përfundimi kanalizimeve të ujrave të zeza të kësaj rruge, pra të këtyre 2 rrugëve, Marko Boçari dhe rrugës Dimitër Zografi të lagjes numër 4. Ne ende nuk i kemi administruar kërkesat për investime si këshill, sepse bashkia e ka bërë dëgjesat publike në të gjitha njësitë administrative edhe në qytet, dhe besoj e ka administruar edhe këtë kërkesë për investime të banorëve të kësaj lagje. Ne do jemi në terren, kalendari i konsultimeve është përndar dhe të gjithë këshilltarët janë të lutur të marrin pjesë, sidomos këtu në qytet, sepse detyrimore e ka dhe Komisioni Financave për ta ndjekur këtë konsultim. Besoj që ne do të shikojmë me vëmendje edhe kur të bëjmë ligjesën tonë dhe pastaj do të bëjmë një raport për ekzekutimin për të marrë në konsiderat këtë kërkesë. Një kërkesë tjetër drejtuar kryetarit Bashkisë zoti Sotir Raj Filo vjen nga zoti Leonard Beko si përfaqësuesi kryetari i shoqatës së ndjekurve politikë në Korç. Me anë të kësaj kërkese dua të paraqit propozimin tim për të emëruar 2 rrugë të qytetit tonë me emër Dervish Beko dhe Ylmer Merdani në nderim dhe në kujtim të këtyre 2 figurave heroike të qytetit tonë. Patjetër që kjo do të konsultohet me ekzekutimin, sepse ne nuk e dim nëse ka ende rrugë të cilat duhet të titullohen, pra të marrim një emërtesë dhe më pasi të marrim një informacion nga ekzekutivi do të shikojmë mundësinë e vendosjes së këtyre emrave. Dhe një kërkesë tjetër vjen përsëri nga zonja Rabian Dyli, e cila jam me një kërkesë bashkangjitur që ka bërë me shkrim për të futur në mbledhjen e radhës. Unë në shkruar Rabian Dyli do të bëja këtë kërkesë lidhur me komisionin që do të ngrihet nga Këshilli i Bashkisë për banesat sociale, sepse ju e dini që në mbledhjen e kaluar që zonja Rabian është informuar për këtë, sepse është dhënë një urdhër nga kryetari i Bashkisë për të ngritur ky komision, dhe po ja bëjmë dije zonjës Rabian publikisht që ne komisionet i kemi komisione të ndërtuara me pozitë dhe opozitë. Pra ne na i përcakton rregulloria e Këshillit Bashkiak që komisionet të ngrihen nga pozita dhe opozita, dhe pastaj këto të tjera të vinë kur të doni, ju lutem më ndihmoni në drejtën time. Patjetër që unë ja u kam thënë edhe publikisht, ja u them edhe tani, ja u kemi thënë edhe veçmas që ne, edhe kryetari i Bashkisë, edhe pse s'ndodhet sot këtu, e ka në përparësi zgjidhjen e çështjes tuaj. Faleminderit. Po zonja Rabian, vetëm të lutem një çik, sepse ne jemi të informuar.
Do të lutesha që për ke duruar kaq kohë, të lutem duro për t'i dhënë zgjidhje ashtu si kurse atëre pa tjetër që ti është e bindur që edhe kryetari, edhe ne si këshilltar do të merremi me punën tënde. Faleminderit. Po, për para se ta mbyllim, ju lutem këshilltarëve të mos lëvizin. Po, jo, duke qenë se edhe një pjesë e këshilltarëve u larguan dhe i që pari ku fillovi seanca ishte pak me zëra të larta, duhet të sqaroj një pjesë, domethënë. Momentit kur krijojmë vende bosh në komisione, çfarë thot rregulloria? Të gjitha vendet bosh të anëtarëve të komisionit plotësohen brenda 2 muajve. Komisioni mandateve është përgjegjës për propozimin plotësimin e vendeve bosh duke garantuar barazinë gjinore. Propozimet të cilat miratojnë në mbledhjen e Këshillit. Për vendet bosh. Faleminderit edhe në vëmendje të këshilltarëve, opozitarë që të kenë propozimet e duhura për këto komisione.